Mënyra më e sigurt për trashëgiminë e sëmundjeve është bindja që krijohet në nivelin e pavëdijes. Në aspektin psikologjik, shumë nga gjendjet tona fizike dhe emocionale mund të ndikohen nga perceptimet, besimet dhe frikrat që ruhen në pavëdije. Pavëdia është si një arkiv e heshtur, ku ruhen jo vetëm përjetimet tona personale, por edhe modelet emocionale që mund të jenë trashëguar përmes brezave, jo domosdoshmërisht nëpërmjet gjeneve, por përmes mënyrës si mendojmë, reagojmë dhe përjetojmë botën. Kështu trashëgimia e sëmundjeve mund të kuptohet jo vetëm në kuptimin biologjik, por edhe në atë psikomatik, ku mendja dhe trupi janë të ndërlidhura në mënyrë të pandashme. Bindjet e thella, sidomos ato të pavëdijshme, mund të krijojnë predispozita për stres, ankth apo sjellje që ndikojnë në shëndet, duke bërë besimin një faktor të heshtur, por të fuqishëm në mënyrë si sëmundjet manifestohen apo përsëriten në një familje. Ju falemnderit dhe mirupafshim.